gjitha kohëve. Ne po vazhdojmë një betejë madhështore për t'i kthyer dinjitetin Shqipërisë dhe për të mbyllur një herë mirë tranzicionin. Për të mbyllur këtë sistem 85 vjeçar që thjesht ka ndryshuar fytyrat, por asgjë tjetër. Unë vi nga Riolli sot, ku bashkë me mua ishin edhe shumë qytetarë të tjerë nga gjitha trevat. Ne kemi arrit një fitore të vogël sot në Riol. Kemi arrit të heqim telat me gjëmba që qeveria si ka hequr dot. Kemi çliruar një pjesë të Riollit, të gjithë së bashku. Por në qoftë nuk çlirojmë Shqipërinë nga këta maskaren që e kanë marrë pen, asgjë nuk është e fituar. Ndaj betejë jonë më madhe është këtu në shesh, derisa ata të largohen një herë mirë me gjitha bandat e tyre dhe me oligarkët që duan të përvecojnë çdo cep të Shqipërisë. Ju falenderoj gjithëve dhe të qëndrojmë të bashkuar për te çdo ndasie. Bashk do ja dalim, bashk do fitojmë dhe bashk do jetojmë me dignitet në të rajet tona. Ne sot kemi sjell një pjesë të vogël nga gardi që kemi hequr në Riol, e kemi sjell këtu përpara kryeministrisë, që ata të kuptojnë që nuk ka garë që ndan shqiptarët. Faleminderit. Gjithashtu kemi bërë një instalacion të vogël që ju fton gjithëve të marrni pjesë.
kemi sjellë nga një palë këpucë të atyre që nuk janë me ne, të atyre që janë detyruar të largohen nga Shqipëria. Dhe jam e bindur që secili nga ju po të sjellin nga një palë këpucë që ka ngel në shtëpi nga ata që janë larguar, këtu do bëhet një mal shumë i madh se Holokausti. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Në këto orë, as një dit nuk kemi qenë më shumë se kaq. As një dit. Sot jemi më shumë se çdo dit. Një nga arsyet pse jemi sot kaq shumë është se sot është dita e diasporës. Ne jemi një shtet ku shumica e popullsisë jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Ky sistem politik na ka larguar, na ka detyruar të jetojmë larg vendit tonë, ama zemra e gjithë secilit rreth për këtë vend dhe kanë ardhur gjithë këtu sot. Ramanpur, Perishampur! Ramanpur, Perishampur! Ramanpur, Perishampur! Ramanpur, Perishampur! Ramanpur, Perishampur! Ramanpur, Perishampur! Dua të them edhe unë diçka për Gardhin që gjetëm sot në rjoll. Ky Gardh është në shtëpitë tona, është në shtëpitë e secilit prej nesh, është në lagjet e secilit prej nesh, është në qytetet e secilit prej nesh, sepse na kanë zoptuar hapësirat private e publike. Ama kjo luftë që është e jona, është e shumicës kundrejt pakicës, do t'i hesh të gjitha Gardhet në gjithë Shqipërinë. Dhe i themi të gjithë politikanëve, oligarkëve që fshihen pas tyre dhe kriminalëve, cilin pastrojnë, legët e cilin pastrojnë, do t'ju vim dhe do e heqim çdo Gardh. Duke qenë se si thash edhe më herët, sot është dita e diasporës, ju lutem ftoj çdo kënd që ka ardhur nga diaspora të jetë në radhë dhe të mbaj fjalën. Vetëm 3 persona cilët kanë ngelur nga dita e djeshme në radhë dhe nuk ja kemi dhënë fjalën do flasin dhe pastaj sot do ja kushtojmë gjithë fjalimet diasporës. Dorëqen, Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Nuk e dia keni parë në rrjetet sociale se çfarë ishte bërë. Hajde në Rama. Nuk e dia keni parë në një nga